Po shkojnë atë të tim, pastaj do të ngelen puplat aty, po të ri atje, të mos frymëzohet përpara turmës. Turma të egzalton, unë e di këtë punë, por si djalë më modern mund ta kishte përmbajt veten. Besoj se dhe ai e mbylli të paktën këtë garë elektorale. Nuk ka më drejtë të dalë në asnjë miting tjetër. Nuk kemi nevojë në shqiptarë për këto shfryrje, për këto psikopatira, për njerëz të cilët nuk e kanë veten dorë. Këta do votojnë për mua nesër? Këta do votojnë? Ato mblefe që ka me ato, i zgjidhi problemet e vitit 44, në vitin 2024 nuk zgjidhen më. I kishin zgjidhur atëherë. Nuk rishkruhet historia sot. Këtë do bëjë dhe Berisha. Të fshi historinë e këtyre viteve para. Nuk bëhet. Nëse ai ka mblefe, ka probleme, shkojt me kohët, por të mos i bëhet një dhimbje koke shqiptare. Boll kemi Berishën dhe Ramën. Çfarë mesazhi kërkon të jap Berisha teksa ju është drejtuar grupeve kriminale, kryesisht bandave të Elbasanit, që mos tentojnë të intimidojnë qytetarët për të votuar për Partinë Socialiste, apo dhe vetë Taulan Ballës, për të cilin tha se do ta shpallë si organizatë terroriste bashkë me bandat Elbasanit. Por çfarë ka thënë edhe e ka bërë Berisha. Në gjithë tani kur flasin këta njerëz që kanë qenë pushtet edhe aktiv, ne nuk marrim, do të shohim sa është diferenca e fjalës me veprën. A erdhi në 2005 për me duar pastra, do merrte buldozere, ruspa, etj. A foli kundra Taçit dhe pastaj bëri Toçi dhe bëri bashkëpunëtor me familjen e tij? A mund t'i besosh më Berishës? A mund të ketë më lidhje dhe kuptim dhe nder termi fjalë me termi Berish? Unë besoj që ja. Një Berishën ne do ta vlerësojmë thjesht nga ajo që Berisha ka bërë. Berisha të ka kërcënime. Berisha po që për banda, Berisha let kujtohet çfarë raporti ka pas me bandat e Tropojës dhe emrat e kasapan që është bërë në Tropojë. Që është gjekatar, unë e di. Që kërcënon, unë e di. Po në fundi çfarë është kjo jetën? A ka jetë më të neveritshme se sa ta jetosh me frikën e Berishës apo të Ramës? Që një lifsur qoftë kjo jetë, më thënë, në qoftë se qënë ka për të jetuar në frikën e tyre. Nuk ka çliri më të madh kur i del përballë tyre, e i thua bujrëm, hajde bëhe realitet. Se nuk ka frikacak më të mëdhej se këta dy, nëse kërcënojnë këta, po i marr të dy tani. Më thoni kriminali më të madh e të jap karakteristika. Pra, a ka kriminal që nuk e njohin këta personalisht? Po si u bërta kriminal? Në sundimin e kujt? Si u zhvilluan këto banda? Në sundimin e kujt? Mendoni vetëm një gjë, 2013, që nga 2011 kur ndodhi 21 janari, e këtej Berisha është bërë xheloz për Ramën se një pjesë të fortë dhe ka lumë ke Rama. Ky ishin fillimisht. Ka lumë tek ai. Pra këto banda u rritën, u frymëzuan dhe na bërë tani dhe biznesmen, ka marrë dhe koncesione e ku ta diun biznese të tjera të rëndësishme, edhe po pastrohen me demek në sundimin e tyre. E tani akuzojnë një tjetër për bandit. Po asgjë nuk janë këto banda krahasim me çfarë vetë ta si bandë. Se janë bandë që kanë pushtetin dorë dhe paranë e kanë këta. Harrojmë ne që ne besojmë që këta jetojnë me ato rroga të tjera. Ja ku doli. 6 milion tani. Po sa ishin këto me pound në Britani, për të rëzuar në gratën britanike, po sa ka paguar Shkëlzeni me gjyqin në Florida kundër Guy Larson, sa bëjnë të? Apo s'kemi që bëjmë, kërë Berish tani, nuk quhet, vëllëte për çfarë flasim? As ka një, nuk krijon revolt kjo? Po mu shqiptarët kishin parë, ku dëgjova, me një bicikletë që se meritoi të vjedhur, do ishim mërzit shumë.
Po për këtë, e thonë, i marrë keqin gjiganti, po vëshëm e gjithë gjigantin. Se unë i marrë keqin jo që është me mirë se unë. Po për qa është gjigante? Për qa të bëjë Shqipëri madhësore? E i vetëm i gjëka për madhësore. Sakatimin e Shqipërisë, vjedhjen dhe sundimin, pra kthimin e vendit në një, po ta qymë në ishull piratës. Lebetitin e shqiptarëve, vrasin e shpresës. Ai është madhështor për liksira. Do bëj Shqipëri madhështore, vjedhë ato të Trumpit. Po, mirë, ky është idiot edhe është në hall të madh, ose ka humbur sensin e realitetit. Po ne që ligjojmë këtë çfarë jemi ne? Po ata që shkojnë brapa. Ata i dhe Kerama. Ore, nuk mund të ketë ky merit të keqja tjetrit. Ne flasim, a është ky kështu i tillë dhe Rama i tillë? Po. Pse i shkon nga mbrapa? Pse bojkoton fare? Por kanë lidhur një pjesë jo të vogël të njerëzve me interesat depërtëse, s'dun t'ja dim. Se Tret Sabilit isha hapur mendja këtyre. Jo, këta nuk du t'ja dim. Atëherë duhet të flasim si që flasim troç. Inshallah ju dhem koka më tepër, po inshallah them kjo batërdisje që ka ky pomorit Zoti e bën që të kthehet haj Berishën parë. Taj, e ka për t'i bën mirë po taj. Avokat, dhe i pyetje fundit, si mendoni cili do të jetë fati i Berishës? Mos paroj të hajë Ramën pësej. Ose ngop me atë. Me gjëza më i gjatë. Si mendoni cili do të jetë fati i Berishës dhe Ramës nga këto zgjedhje dhe i shqiptarëve në fakt, nisur nga ajo që mund prodhoj 11 maj? Unë shoh që janë të friksuar edhe për herë të parë njerëzit, biseda më e madhe me njerëzit është për këtë votojnë. Kjo është, tu fillon çare. Le të kërcejnë të bëjnë këto sikur janë të sigurt të dy palët. Të dy palët e dinë që po fillojnë aktor të rinj. Ajo çare e parë vjen me plasaritje, me çare të vogël, po pastaj shpërthen. Ndihmuar dhe nga një efikasitet i sistemit zgjedhor, të rast po flasim për spakun dhe gjë kohën. Pra mendoj që sundimi i tyre po vjen fundit, to zgjedhje nuk do të prodhojnë zgjidhje, do të kemi zgjedhje të tjera shumë shpejt. Dhe shqiptarëve, gjithë qytetarët e vetëdijshëm duhet t'i ofrojnë një alternativë. Së pari alternativë mundësisht popullore, të drejtë, ku filloj me hallet atyre njerëzve të cilët nuk kanë minimum jetik dhe këta persona nuk e vendosin. Jetojnë shqiptarët as me 200 dhe as me 500 euro në muaj pension nuk jetojnë dot. I kemi kthyer prindit tanë në lypsat tanë të brezit tim e të aty që jam më të rinj. Shumë shpejt do vi dhe mua dita të dalë pension, po pa dignitet nuk dalë pension. Unë kam darë mendje, varet çfarë zgjedhje do bëjnë njerëzit.